Kimi e presin Ja, familjar. absolutisht. Unë kam bajt nënën time deri vjet. Mbarova shkollën, mora mami në shtëpi. Është gjallë? Kujdesa ata, po. Është shumë e smur, është karrocë, po. Inshallah veç kash. Nuk e thash do lë të gjitha dhe do merrem me mamën. Unë për atë i jap jetën. Për mua s'ka kuptim jeta. Unë i them, si i them se e kam moshë madhe, se unë jam goca me vogël. Dhe sa troj dhe unë. Po si jetove ti që duha a qështu e duha. Qka e kom dashtu në gjysh temen që më ka dekë që një mujë e gjys, është kaq me thonë s'ka njëri në planet që mundet me dasht, edhe gjithë i thejsha kur des ti, edhe unë kom e mytë vetën, thejsha. Keq i thejsha. Se pranon do të humbjen e të Kur, heq. Mu tash më ka ardhur një ndjenjë këtu, që kur dal ka me pa. Menaj që është gjallë. Edhe kur se besoj që ai ka vdek. Është ik, sikur që tu jemi komplet vetë, edhe shkon ti, mu më duket ashtar që shkoj në shtëpi, më duket që nejta me to, ose e pash dikun, ose e pash që atje. Së më shkohet në shtëpi. Unë s'kam pranuar akoma humbjen e babait tim, se kisha si shok. Kur s'munësh? Do me thënë, nuk më duket sikur ashtu, po më duket sikur pa unë i koja akoma. Unë i kom teshat e tina këtu me veti një gjamper, edhe një par pantolla, edhe i marr erë, sa herë të merr malli për to, edhe ja kom shel gryken erën e ti e di erën e ti. A i dhe që si majica nëse i ka pas njejta, 10 nëse i ka pas, vish njanën të pas vesh, unë në bas erën se kom ditë cilin e ka veshaj. Shumë e kom dash, shumë. E kom pas shok. Baba, nana, nesër më ndek larë kof, unë nuk mërzitna për ta që shumë mëzik për ta. A? Jo, të thënja shumë, sikur Federico. Sikur Federico. Edhe të një, po me pas si Federico. Ku jetojnë prindit e ti? Prindit e mi janë të ndamë. Babi jetën në Pej, unë jetoj me mamin. Janë në Bjeshk, këto po thënë? Jo, ja. Në Pej jetën babi, e në Prishtinë jetojnë me mamin. Kisha dhafin që ndoj, është ajri pastër. Jo, në Bjeshk na kemi jetu deri në vitin 2017, ku jënë kom prind bashk, nuk kemi jetu të non-stop në Bjeshk. Në Bjeshk në Rogov, se na i thojmë Rogov. Në Rogov jemi dalë qeshor korrekt në gusht. Qeshor korrekt në gusht. Jemi dalë, edhe të një 7 orë, 8 orë, 9 orë, 10 orë, janë shkor den qeshor të një jem ra në Pej, në Katun. Ama ka një jetë e mirë, nuk kthehet, ma aja jetë korë. Mund tash nuk më shkot atje në Bjeshk, as heq kur e di që s'është ai. S'ka shumë. As në shtëpi nuk më shkohet, e kam babin, e kam gjyshën, e kam krejt. Po, një herë jam konkret për që o dekaj. Vish një herë. S'moj shkoj se e kam krejt historinë me ta, e kam që atë. Sikur më kona e qëtarë gjallë dhe mi thonë, babë, ki me dekën që të bashkë që shtë, mës të shra moto për më shtë. Mas 2 javë ditë, të ndran jetë bashkë në që të bashkë që ku i kom thonë. Po, vallajnë. O konë fart i mirë, Elinara. Kësa i dashtë, në konë, aj... Pësta isha me të në TikTok video, ajo konë influencer në veti, se në përnën s'ta kom pësu video me ta. Më shkrujshin njerës me ta kuë, a i se dike që ju pa të boj famë shumë, në që njerës të rrugës. Ja bëjshën, hej, a jeti a i gjyshi me yllin. Kur veke në kur veke në shkrim, në thejke, thesha jo, bre, babë, sësh ashtu. So në familjen kom pas pak të nëhershme, edhe nuk e kanë mirë prit që të pjesë, për shambull me postune me gjyshin, se djemë të vetë, po a i ka dasht vetë. A i më ka thonë, babë, më stani në për ty bëj gjithë shka. Unë e babë e këmë thirë. Edhe e nalëshin rrugës njerës, dhe bëjshën foto me ta një ditë për një ditë po vjenë, kur shkoj me marë pensionin, tha babë, pse po më nalin ta njerës në rrugë, tash nuk e di babë. Kur janë shku një televizion me marë një intervista, atje më bati në telefone. Të një u gëzëjsh në dhe ata të shpis, kishën qef, kur del kënë video me mu. Po e kom pas shok. Kom ditë për ta që as gruja vetë nuk ka ditë të njetën. Ka ditë për mu që as prind e mi nuk kanë ditë të njetën. Pasha zotën, po. Aje, o shkuaj në botë, po. Duhen shumë gjyshrit, se shikoj, gozat e mi e doni shumë babin tim. Nuk mojën e heq. Mendoj ato, thonë që po të njafim një njeri, Gani. Po të njafim njeri, që mashkull duham të ketë figurën e gjysh. Unë gjatë që unë deri vonë qëtash, e kom taku një njëri më Prishtinë që të ofër meje në banes, më do ke pak si gjysh jam edhe resha me të kisha qef me nejt, po shku në Zvicër të ashaj të djemë të vetë, e po mungën edhe qaj plaku që se kom njoft heq, veç si e kom pa mu ka do këtë ftyra e gjyshit. Po se ka njerë që S'moje, nuk kom ujtë ma me taku për asaj ditë.
Hebre, për kur gjohë së dek, për kur gjohë s'ka ndru jetë. O qua Gjerushën ditën e partë Ramazanit ka vdek. Minit 3-2025, po më për cilë historia shumë keqë mu me ta. Se dhe që shkaj shumë shpejt. Historie çdo humbje ka një histori të trisht brenda, se normal që Fort të koni mirë. ka dhe humbje të papritura që i kin kështu në gjumë kanë. Po i ke ati në kone paprit, ne? Ka nga smundjet, do më thënë, po për çdo gjë Infrakt është e ka dhimbje, kap. për çdo person është dhimbje, çdo Infrakt ka humbje pas. personi dashur. Jo, unë veç vetit halal s'ja bëj, kur prindët e mi janë nda qatë ko, e unë e një vit e gjysë kom pas kontakt me të. Nuk kom pas kontakt me të. S'dojsha, nuk dojsha se isha me nanën. Edhe S'ke pse dënon veten, kanë gjërat të vetu ashtu. Për çdo gjë ka një arsye. një vit e gjysë, o hecja bëj halal vetit, kur kom thonë gjithmonë, Ja. një vit e gjysë unë nuk e kom taku, e çdo ditë kom vetë për ta. Kur ka babi im ka qenë me mua kur u smur, ai thoshte me gojën edhe 3 ditë e ndër thoshte. Inshallah e kam ashtu vdekje. Dhe i rast tensioni duke marrë bashkë, se unë e çoj gjithmonë për ilaçe. I ra tensioni ke farmacia, i bëra pyetje, o ba të shkoj në spital, sa i ngiqte shumë doktorët, jo thamë që në shtëpi. Era parë në jetën e tij. Dhe erdhi momenti, e çuam në spital, e intubuan, i futën këto. Dhe erdhi momenti që isha vetmja unë goca, që më pyesnin mjekët ta intubojmë, apo se do vinin motrat nga jashtë. Dhe qa do bëja unë që ta arrinin ato gjallë, që të kishte pak më orje të babi, fura firme. Kupton? Po, fure firmen që me hi. Që të shikonin motrat babain, sepse nuk kishte me sekonda jetën. Se po të mos kishin, kishin intubuar, ai do... A e në zonën gjallë? E zonë gjallë, por unë, ndërgjegjja ime, më duke mua si kur ai vuante nga ato tubat, e kisha fajin unë që atë e qanë me bëndi vun sonë, se të vun sonë, dhe ke parasysh që të vëjnë, kur i tu bëjnë, vënd dhe këtu ke ezofagu. Edhe unë dënova veten që pse torturova babin ashtu, po si ishte fajin. Më vonë, pastaj ftoheshin motrat, po s'kishe faj tije kështu. Ja, unë edhe Po ditën... do me thënë, i vijesh në kështu qa të bëja, do me thënë, të talia tite më shpeta, po edhe i dënova veten dhe unë, po të them që çdo gjë është e shkruar. Unë qatë mujesh isha shumë shpesh ndër të deke, unë gjallke, u presha me to, përlajsha. Edhe si kur sot, unë e kom lidhën kryt tami, kom thonë, nane, s'po du më shkum pej, nane e më theke jo. Edhe nesrit, si e kom ble banesën, jom hinë të, aj me një hertë nesit të dek. Me një hertë nesit të dek. O, s'ki që ajvan.